Pavarësisht përpjekjeve të shoqatave në mbrojtje të grave dhe vajzave, viktima të dhunës, duket se ky proces ka edhe sfida. Tonilda Çela, përfaqësuese e shoqatës Gruaja te Gruaja, tregon se si shkak i disa ndryshimeve ligjore, viktimat e dhunës po përballen me problematika procedurale, të cilat deri diku edhe i kufizojnë në zgjidhjen e martesës. Doriale që ne ka dalë që duhet të merret parasysh dëshira dhe vullneti i lirë i viktimave të dhunës në familje që kërkojnë më përfaqësu nga avokatja, organizatës Gruaja te Gruaja apo nga organizata të tjera. Pra, këtu kanë fillu pengesat e para që sepse gratë dhe varzat mihen sigurisht më të sigurta kur janë të ju përfaqësuar në mesen e avokatës së organizatës. Një problematik tjetër në aspektin ligjor janë vonesat në zbardhjen e vendimeve që gjykata ka, dhe kjo sigurisht e përshpejton edhe nxit më shumë noshta për me pas raste dhunet ose për me kalu edhe njëherë të kërcënimet, pavarësisht nëse gruaja vazhdon për me qenë në familje apo jo. Pamundësia e grave dhe vajzave për të paguar psikologun është një tjetër sfidë, tregon Çela. Problematik tjetër janë edhe pagesat, pra që shpeshherë nuk janë mundësinat që për me pagu, se për organizatës mundesh me marrë vetëm njënin për shërbimeve për me qenë korrekt ndaj këtij shërbimit. Edhe mundesh me marrë avokatin për me të përfaqësu ose psikologun, por tashmë psikologu është një pagesë që duhet më bë nga vetë viktima kur paraqitet tek gjykata, dhe shpeshherë nuk janë mundësi. Por kjo sigurisht mundet me na kriju një farë tërheqje të varzave dhe grave nga këto procedura për me çu përpara zgjidhjen e martesës, marrjen e kujdestarisë të fëmijëve apo edhe thjesht kërkesën për urdhën mbrojtje. Pavarësisht përpjekjeve, duket se gratë dhe vajzat viktima të dhunës do të përballen edhe për disa kohë me këto problematika ligjore, pasi vonesat në zbardhjen e vendimeve apo edhe pamundësia për të paguar psikologun nuk janë në favor të tyre. Si shkak i këtyre kushtëzimeve, disa prej tyre e kanë të vështirë edhe të ndahen nga partnerët dhunues.